Ka thënë Rasulullah alayhi salam, ai I cili e han hakin e muslimanit duke u betu edhe me betimin e tina fiton. Do me thënë, njerëzit I besojnë që ashtu është, se ka bo be, ama ai e din që është gabim, edhe me betimin e tina e han hakin e muslimanit. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, Allahu ja ka bo haram xhenetin e ja ka garantu zjarrin për një betim që e ka bo, e me këtë betimin e tina, me bindje të plot që është gabim, e ka hangër hakin e muslimanit. Thot Muhamedi alayhi salam, Allahu ja ka bo haram xhenetin edhe ja ka garantu zjarrin. E njani për njerëzve ka thënë Rasulullah, a edhe në qofë se është diçka e thjesht? Ka thënë Muhamedi alayhi salam, edhe në qofë se është një deg e vogël, sa ai drun I vogël I cili është për mi pastru dhamt, sa ai në qofë se është një deg të cilën ja ke marrë njerit pa hak. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, Allahu azza wa jalla ja ka garantu zjarrin edhe ja ka bo haram xhenetin për shkak të hangrit hakit të njerëzve. Allah azza wa jalla na ruajt e na ndihmoj gjithmonë.